Pra miq dashur, për rikthehemi këtu në studio për të munduar për t'ua bërë ndejën tuaj, sigurisht edhe atmosferën tonë këtu në studio, sa më të mirë, sa më të ngrohtë, sa më të ëmbël. Për një personazh kemi dëgjuar dhe zërin ti na ka përcjellur Nuk dakordohem me ty absolutisht vërtet. E di pse? Sepse një ditë kur e patëm të ftuar në emisionin tonë të mëngjesit, mëngjesi unë kam shumë problem të zgjohem me moshën shkojnë. Dhe pse ka këtë problem, më thuaj Valbona, më thuaj. Sepse është i stërmbushur me Sepse qëndron gjatë gjithë natës, qëndron gjatë gjithë natës duke ju bërë aheng ju qytetarëve dhe pikërisht me këngë qytetare. Dhe kujt i themi sot, mirë se vjen këtu në studio, po i themi Arianit Ramadani. Si e? Sot tha mirë sepse jemi pas dreke këtu, jemi në orët e vona, mund të themi tashmë, dhe është i zgjuar, por kur e patëm në emision të mëngjesit, filloi ato me stretching, e di, unë kam problem me artistët. Pse artistët ju e keni problemzime, më thuaj? Valla, gjithë e kena. Jo valla, pa valla, thuaj direkt shumë. Problem shumë. Përse? Se deri natën vonë me mbrëmje ndryshme. Do të thotë që ne e dim, mbrëmjet janë mbrëmje, por ju vazhdoni të qëndroni me ata dreqerit. Me të fërkome, arrini me ato me të fërkome, me të fërkome. Një godë, dy që ashtu, kur ti qojnë edhe harojnë orë. Harojnë orë, dhe kështu që obligimet për nesër, pastaj po fillim të shtyjnë vështirë të pak më keq. organizosh kohën kur ke shumë ahengje, kur ke shumë koncerte. Është shumë e vështirë. Pjesa më problematike. Okej, bëhet pra. Me Arianitit e kemi filluar së bashku këtë vit dhe po e përmbyllim së bashku. Dhe ke premtuar shumë gjëra të ndryshme që nuk do t'i plesojmë tani pa merak, mos u friko. Mirë, po më thuaj, ke arritur ti plotësisht të gjitha ato dëshirat, kërkesa që i ke pas për veten, krejt ato qëllimet që ke dashur t'i arrish këtë vit? Ka mbetur diçka peng? Po, ka qenë një vit shumë i suksesshëm për mua, kisha thonë. Me shumë mbrëmje, me shumë ahengje ndryshme. Pare kishte shumë. Më falë. Të kësha që personali, ishte e zërimi më regjë. Po. Kishte pare shumë. Normal. Pa pare s'kan. Kemi shpenzu më shumë apo kemi kursy më shumë? Cila është më shumë? Shpenzimet apo kursy? Shpenzime, ma shumë shpenzime. Si zakonisht, çdo familje shqiptare që jemi mësuar ne, më shumë të shpenzojmë se sa të fitojmë. Ky është fenomeni shqiptar, është e kemi virusi jonë shqiptar. Do më thënë, marim 4, shpenzojmë 8. Se nga na vinë këto 4 tjera, një zotë e tjere. Më shumë dasma, më shumë koncerte, më shumë evente, çfarë ka dominuar më shumë këtë vit? Kisha thonë më shumë evente. Po, Më shumë mbrëmje, po. Ke pasur në fakt unë e mbaj mend për në fakt ka ndodhur kjo gjatë gjithë vitit, mirë po disa muaj ke qenë aq prezent, unë me të vërtet nuk e dija se kur Arianiti po gjen kohë të pushoj, të fles, sepse çdo natë kishte ndonjë postazh që domethënë e publikonte në rrjetet sociale dhe ishte Arianiti. Më thuaj me bendin, si ja dolet ti në fakt ti realizoni të gjitha eventet, koncertet, po ashtu edhe dasmat. Si ka qenë viti së bashku me bendin? Bendin e kom fantastik, i përshëndes shumë, krejt ata. Shëndesim edhe ne. I kem menaxhu shumë mirë, edhe pse ata janë prapë mëngjes, ata janë punë, unë e kom fle, deri mbas dite. Ylli i bendit Amo fle. prapë i mbrina shumë mirë. Unë kam një quiz të shkurtër me Arianitin që do të përgjigjet shumë shpejt. Më thuaj, kitar apo playback? Kitar, shumë mirë. Pap apo festivale? Shifë, një për një pap, por në vazhdim festivale. Festivale, shumë e mirë kjo. Okej, kalojmë duar trokitje apo ajo e bukura që ndodhe në përmbrëmje? Edhe një, hajde më thuaj, cila Normal që kjo. Cila? Edhe një. Se ajo gjithë botë edhe 2, edhe 3, edhe 4. Bravo, ajo zgjatë sigurisht, gjithmonë zgjatë vetë, shumë? Fiks. Sa ka qenë maksimumi që ke vazhduar me këngë? Bis? Fillon edhe një, mbaron pas 4 orë. Po fiks. Si kam një. E bukur shumë. Po. Që kemi tash? E kemi Unë do të pyes. Më thuaj, dua të di sepse është me vërtet shumë e rëndësishme që energjia pozitive të mbizotron edhe në fillim të vitit, duke pas ideja, duke pasur edhe dëshira, sepse kështu edhe na mban gjallë, shpresa na mban gjallë gjithmonë. Më thuaj, cili është një ndër qëllimet kryesore që e ke për vitin 2026, që domosdoshmërisht duhet ta realizosh?
Përveç se kreditit në bank ato që e din, diçka tjetër më thënë. Dhe përveç se mos po ndodh ndonjë dasëm, mos po presim, a? Diçka. Jo, be shumë gati. Keni me pri. Vërdas më të presim, Jo, do presim aq. Jo, do ta martojmë djalin në shtëpi. Jo, do ta martojmë tu do djalin. ma lart pikë Jo, tash ti lam këtë martesë një herë Valuna, pritë të futemi në 2025. Vesh kur të Do shikojmë banka do ketë kredit, kur do dalë kredia e mjaftueshme, atëherë sigurisht do e bëjmë edhe ahengur apo jo. Dhe më thuaj, 2026 me çka e shënuam? Një gjë që të la një përshtypje shumë të mirë. Shpejt e shpejt. Një album ka me ardhur shumë shpejt, shumë i bukur. Të punuar shumë? Po. Je përkushtuar mirë? Balada, pop, do të vuajmë, do të gëzojmë. Krejt ka pa. Po, do të presim këtë emocione, do të prekim. Arenit faleminderit shumë. Ju faleminderit Të shërojmë të mbar, gëzuar. Edhe shumë uroj që suksese edhe shumë punë. të ndjekim ahengun të cilin për shikuesit tanë do ta ndjekim miq dashur, Arianitin me atë repertuarin e tij fantastik. Do kënaqemi. Do kënaqemi. Gëzuar.